me një fjalë rast. Për fjalën kryesues Arber Haxhi Zaluni, i nderuar kryetar i komunës, drejtor, nënkryetar, të nderuar veteranë invalidë të Shtëpisë Shqiptare të Kosovës, familje të heronjeve, familje të dëshmorëve, i nderuar kryeimam Zotë Sylga, Hoxh, komandant, shumë i nderuar i kryetori i Albanikut, familjes heroike Edemi, kolega asambleist, urime dita e çlirimit. Unë s'kam dalë pak mua ngu, po për mua jo si PDK, po dhe si vlerë UÇK-s edhe si qytetar i Krushës Madhe, edhe është viti 5 që po ankona dhe që po nina keq festën po e bëjmë pa krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët të gjithë ne jemi mendimit të përbashkët që po mbahen padrejtisht. Përderisa në Krushën të Madhe për 241 të vrarë, të masakruar, të vlerësuar si gjenocid nga Tribunali i Hagës, akoma askush nuk është dënuar. Pra, komandantët apo krerët e ushtrisë themeluese të ushtrisë çlirimtare të Kosovës apo ish krerët e shtetit mbahen padrejtisht atje. Duke ju uru festën, unë e kisha ftu legjislacionin aktual që është mos i s'po mirën vesh në Prishtinë, ata 190 deputet me shku me tregu një vepër të mirë dhe me shku para Tribunalit të Hagës, qoftë në mënyrë simbolike. Me kërkesën kryetare të miqve tanë, aleatëve tanë të luftës, edhe të paqes, të shtetëndërtimit, është kriju Tribunali i Hagës. Po ja që kushtimisht po them unë, edhe po themi ne që ka qenë e gabune, edhe ai legjislacion ka qenë i keq. Ta bënë ky legjislacionin një vepër të mirë dhe të tregon edhe të bënë me dije tribunalet e dje që duke pas parasysh, si shta dhe dëshmimi që është emblema e ushtrisë çlirimtare të Kosovës neve që po na bën bashkë, atëherë të bën bashkë tani 190 deputet, qoftë në mënyrë simbolike, le të shkojnë të tregojnë atje që Krushët të Madhe ka ndodhur gjenocidi dhe ata po tallen me ne. Vetëm kështu na dëshmojnë që e meritojnë. Në vend, pra, pa dashur me i fyë, në vend që të zgardhin që sa herë në kuvent, le të shkojnë ta bëjnë një vepër të mirë, e kanë pa viza, nuk i gjan kërgjon hiç. Megjithatë, unë si krushiana, si asambleist, ma tepër sot ju drejtona si qytetar i Krushës, nuk e kam nërmend mua anku shumë dhe mu përqyra këtu, do të festojmë urime, sepse është bo një sakrifis, është darë të gjakë, apo si shta dhe burimi breza kanë sakrifiku për këtë ditë që të festojmë na, por më binduni që ma festa kishme qenë ma komplete, ma e mire, po t'i kishëm edhe gjithë çlirimtarët këtu, festa do t'ishte edhe ma e mire dhe meritore, po të kriminalet e luftës, po të krijonin në një tribunal për të gjyku kriminalet e luftës, vetëm kështu i kishëm dalë haket edhe dëshmorë për cilën u sakrifikuar. Faleminderit shumë, urime.